Hoxha Omer Bajrami, postimi, thot kështu: a e di pse nuk je I lumtur? Sepse atë që të jep lumturinë e ke hidhëruar. Shkurt dhe thjesht. Po. Atë që e përmendet ju dhe atë që ne e kemi përmend më herët, ajo qëndron, është e vërtet, është e realitet, është e bazuar në Kur'an edhe në Sunet. Mirë, po ne me fjalët tona mund ta shprehim në mënyra të ndryshme apo edhe më thjeshta që për njerëz të jetë sa më e qartë. A e di pse nuk je I lumtur? A ka njerëz që nuk janë të lumtur sot? Ka plot. Dhe ajo që dihet se gjithë njerëzit e synojnë lumturinë. E ke pa se cili njeri mundohet ta arrije lumturinë. Në çka? Tash kur ti sheh njerëz në jetën tonë të përditshme, e sheh dikush angazhohet, dikush punon, dikush mundohet të fiton, dikush secili e ka një synim. Po në fund të asaj dëshiron që pas atij angazhimi të arrijë lumturinë. Dhe tash dikush e kërkon lumturinë pasuri, dikush e kërkon dituri, dikush e kërkon punë, dikush e kërkon shoqëri, një pjesë e madhe e njerëzve kërkojnë lumturinë harame. Dhe ai mendon që tash une në kafet natës, në diskoteka, në alkool, me femra, në zina, në bigjoz, në kazino, e kështu me radhë, haramet ndryshme, dikush aty mundohet me gjetë lumturinë. Edhe tash, çka ndodh tash? Tash fundi krejt atyre hapave që ai ka marrë në fund del, jo I lumtur. Tash në fund ai nuk është I lumtur, me garancë, kjo është me garancë prej Allahut. Ky njeri nuk mund të jetë I lumtur asnjëherë. Në rregull. Tash ne këtij I themi, a e di pse nuk je I lumtur? A e di pse nuk je I lumtur? Ti ke marrë shkaqet për me mbrin lumturi. Ama ti atë që ta jep lumturinë, tash kush ta jep lumturinë? Kush mundet me të dhënë ty lumturi nëse Allahu nuk t'jep? Po kjo gjë edhe krejt gjëra tjera, këto I takojnë vetëm Allahut. Allahu ja jep njerëzve edhe riskun, edhe jetën, edhe frimarjen, edhe çdo gjë. Allahu ja jep lumturinë. Tash ti, ai I cili ta jep lumturinë, ti e ke hidhru. Edhe tash ti don lumturinë. Do me thonë, Allahu ta ka caktuar lumturinë. Edhe të ka tregu ku është lumturia. Lumturia është nga rruga e djathtë, nga ana e djathtë. Ti tash shkon nga ana e majt. Ti tash sikur I thu Allahut, unë e du lumturinë, ama jo ati ku ke thonë ti. Unë e du lumturinë, ama jo ati ku e ke caktu, ku e ke zgjedh ti. Unë e du lumturinë prej teje, ama ty ku e kam zgjedhun. Kjo s'shkon. Kjo nuk mundet, kjo nuk ndodh. Unë e du lumturinë, po, a e do lumturinë, po, ja ku e ki rrugën. Ja ku I ki hapat, për ndryshe, kjo ana tjetër, edhe dietarët e kanë përmend në shumë raste, tash nuk mund të him ne në shumë detaje. Në përgjithësi pas çdo harami, ata të cilët I veprojnë, mund ta kundërshtojnë, mund ta pranojnë. Po nëse janë të sinqert, do ta pranojnë. Pas çdo harami njeri e ndjen një pikëllim në zemrën e vet. Ka qenë zina, është një kënaqësi momentale, është një kënaqësi e kohës, e shkurt, kthehet në shtëpi. Pas atij gabimi, pas atij harami, ka me ndje pikëllimin. Ka me ndje mërzin, diçka prej mrenda nuk e lën rehat. Çka është kjo? Pa e ke prish lumturinë tënde, e ke hidhuru krijuesin. Shkon në kazino, hin, shpreson, do të fiton, luan, mundohet, harxhon, kthen në shtëpi. Në sa raste njerëz na kanë ardhur duke qajt. Habe çka u bë. Gabimi, harami, jo vetëm për një gjë, edhe për shumë harame tjera. Edhe tash kur I ban ato dhe shpreson lumturinë nuk e gjen. Ku është lumturia? Unë do të përmendi vetëm 2 argumente, mos zgjerohem shumë, edhe të njërës anë, edhe të anës tjetër. Thot Allah në Kur'an, men amile salihan, min dhekarin au untha, wa hua mu'min, këto janë kushtet. Kush vepron veprat mira, këto janë kushtet. Kush vepron veprat mira, qoftë mashkull apo femër, nuk ka lidhje, edhe mashkull, edhe femër, me rëndësi me bo veprat mira. Wa hua mu'min, dhe duke qenë musliman, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ne do t'i japim atij jetë të lumtur. Sa njerëz janë musliman, bëjnë punë të mira, ndoshta janë të varfër, ndoshta s'kan kushte, ndoshta janë të lumtur. Kjo është prej Allahut, kjo është me argument prej Allahut. Dhe ana tjetër,
Men a'rada an dhikri, kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, librit tim, festime. Men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai I cili ja kthen shpinën rrugës Allahut, udhëzimit të Allahut dhe shkon nga ana tjetër, ai do ta ketë një jetë vështirë. Në dunja, kjo është për dunja, ndërsa në ditën e gjykimit do del I verbër dhe do të ankohet Allah Azza wa Jall, ja Rab, unë në dunja kam qenë me sy, ti më ke ringjall pa sy. Unë në dunja kam shiku, në ahiret jam ringjall I verbër, kale kedhalik. Kështu është gjendja. I ke harru argumentet Allahut, sot harrohesh prej Allahut. Kjo është edhe më e rënda, edhe më e madhja në ditën e gjykimit. Po në dunja, ma'ishatan danka. Këtyre njerëzve ju takon një jetë e ngushtë, e vështirë, e pikëlluar, jo e rehatshme. Për çfarë arsye? Për arsye si ja ka kthy shpinën rrugës Allahut Azza wa Jall. Kjo ka të bëjë me atë që njeriu ka të bëjë me vetveten. Domethënë, me atë që takon ty. A ndodh se ne kemi pas raste dhe çdo herë kemi raste kur e shkruan ti një gjë ose e përshkruan një gjë ti, çdo herë mundohesh që e fjala që e thua të jetë e bazuar dikun. Dhe nuk është ashtu e thjesht. Po dikush thot mirë, atëherë pse musliman në filan vende vuajnë? Po vuajnë edhe nuk janë të lumtur. Atje nuk e kanë këtë, atje pse musliman nga Gaza, do me thonë musliman nga Gaza janë të lumtur, jo, kjo nuk ka të bëjë me atë që ka të bëjë dikush me vetveten edhe rrugën që e ka zgjedh, kjo është ai lumturia që jo kanë prish zullumqtarët, jo kanë prish kriminalët, kjo është diçka tjetër mandej. Këtu është një temë tjetër. Fjala është pse nuk je I lumtur, se ke gabu rrugën. Edhe pse kanë prish zullumqtarët, prap gjejnë lumturi. E shisha një lajm, gjenocidi frik tash 200-300 martesa kishin ndodhur, domethënë pas gjenocidit. Ajo është veç ti largoj zullumin. Veç mos ju ban zullum, ata janë të lumtur. Me argumenti që u përmend. Ti veç mos ju ban, se normal ti kur janë mbyt fëmijët, janë mbyt familjen, ai nuk gjen lumturi në atë moment, ama hiqet ti zullumin tant. Hiqet ti zullumin tant. Ato të lumtur janë. Nesër ato ftyra kemi pa duke qesh, e duke buzëqesh. Ata janë të lumtur me çfarë? Me rrugën që kanë. Ai I cili e zgjedh rrugën Allahut, ai do të jetë I lumtur në dunja dhe në ahiret. Ai I cili ja kthen shpinën rrugës Allahut Azza wa Jall, atë që e sjell lumturinë e ka hidhruar. Dhe lumturinë nuk ka. Inshallah. Allah na bëf prej lumturve inshallah. Amin.